Ja, der Weltmeister gibt selber noch mal kurze Ratschläge hier für den Kämpfer. Rikthehemi në transmetim edhe një herë. Erjan Veseli sot e ka meqin e dytë për mbrëmjen e sotme. Është vetëm 18 vjeçar. Wird der Kampf freigegeben. Pra, kjo është djaloshi për të cilin sapo ju fula. Erjan Veseli. Një ndeshje, një fitore për Ballti sot është në kategorinë 76.2 kg super middleweight Stevo Babić. Një boksier me më shumë përvojë se Veseli. Veseli është një boksier me një përgatitje të madhe fizike. Të shiqojmë se cila do të jetë paraqitja e këtij djaloshi, i cili me të vërtet ka talent në këtë sport. Veseli nga RK Gym. I tërhek vrejtje në gjyqtari Babićit. Provon të ruaj distancën me dorën e tij të majt Veseli. Dy të majta të mira të tij Veseli. Veseli atje kujdesshëm bokson, tenton që me të majtën ta krijojë distancën e tij, ka një të majtë të mirë, por her pas here provokohet nga një kroshe majt nga Babić. Ndërron krahun e tij Babić, del me dorën e djathtë përpara. Ky është momenti për Veselin të sulmojë, nuk është në pozicion të mirë Babić, por Veseli kujdesshëm bokson, megjithëse është i ri, tenton të jetë i kujdesshëm, të mos pranoj goditje pa nevojë, shikoni mban duart lart, tenton ta mbajë distancën. Përdor mirë dorën e majt. I shkon hoqnja djathtë atje Veselit. Një goditje të mirë tani e lanson Veseli, një goditje djathtë. Ka goditur pas veshit Babić atje. Hapet ndonjëherë më shumë se që duhet Veseli. Një djathtë e mirë në bark atje. 10 sekondat e fundit të këtij meqi, të këtij raundi, më falni. Përfundon raundi i parë. Erjan Veseli dhe Babić na dhuruan një raund të mirë të parë. Do ta cekim se Veseli është mjaft i ri në moshë, pra është 18 vjeçar. Sonte bokson për herën e tij të dytë në boksin profesionist, ka disa meqe në boksin amator, mirë po të gjitha i ka fitore në fakt.
ka fituar nëse nuk gaboj edhe brezën e Bavaris në boksin amator, por tani më në boksin profesionist, gjërat fillojnë nga e para edhe njëherë. Karriera suksesshme në amatorizëm ka treguar se boksierët që janë të oftë në gjeneratat e reja din të jenë të oftë edhe në tituj botëror. I tillë ishte Usyk, i tillë ishte Lomachenko që fituan të tituj si amator dhe pastaj edhe në peshën e rënd, i tillë ishte edhe Joshua. Të shohim se si do të na shkojnë dilmoshat tonë. Një djathë e mirë nga brenda Veselit, ndërkohë që pranon një të majtë. Tenton të lënsoj goditje pak më të forta Veseli. Një uppercut atje është normalisht, është normale të gjuaj me uppercut një boksier i cili ka ushtruar me Haxhi Krasniqin, duke marrë parasysh se specialiteti i mbretit të boksit shqiptar është uppercuti i djathtë. Jo kujtohet e goditja e cila e la pandjenja, po thuaj se boksieri nga Ghana, emri të cilit tani më nuk po më kujtohet. Tenton ta kontrolloj tempon Veseli. Një goditje djathtë e mirë atje, një majtë e mirë, një moment kriza atje për Babic. A do ta shfrytëzoj Veseli, të shohim goditje e mirë djathtë atje. Shkon përpara Veseli. Shohim atje Veselin. Tenton ta bëj ai trysnin e këtij raundi dhe e ka bërë. Kjo e djathtë edhe në tapet Babicin. Ka kërkuar trajneri i tij qëndrim Krasniqi për disa raste që Veseli ta tentoi barkun e Babic dhe tani më ka arritur ta ekzekutoj detyrën e kërkuar nga trajneri dhe përfundimisht një knockout, një knockdown, më falni. Veseli shikoni si kundër përgjigjet sulmit të Babicit. Edhe një djathtë e mirë dhe edhe në tapet për herën e dytë. Si duket, ja ka gjetur pikën e do Veseli, është pjesa majtë e barkut të Babic, ajo cila po e lë në lloq, në pothuajse se cilën goditje që po e pranon, dhe një goditje tjetër dhe Babic edhe njerë në tokë. Thembra e tij Akilit është në bark, më duket. Veseli tenton ta përfundoj, por përfundon këtu. Gongu e ka shpëtuar Babic. Me të vërtetë ka grushtuar shumë fuqishëm në barkun e tij dhe ai thot trajnerit të tij se nuk do të vazhdoj, pra ky mesh ka përfunduar miq. Po e shoh këtu nga këndi teksa Babic i thot gjyqtarit se nuk është i gatshëm ta vazhdoj luftën e tij. Nuk e di nëse po, dhe këtu edhe gjyqtari ka dhënë shenjë për përfundimin e këtij meshi, pra nuk është i gatshëm Stevo Babic ta vazhdoj luftën kundër Erion Veselit. Mjaftuan një 3 apo 4 goditje në barkun e Babic dhe kjo ka bërë që ai të dorëzohet Stevo Babic. Ka bërë që ai të dorëzohet ndaj këtij djaloshi, pra Erion Veselit, 18 vjeçar, tani më rendit edhe fitoren e dytë në boksin profesionist. Shohim në këndin e tij janë Haxhi Krasniqi, pra boksieri më i suksesshëm shqiptar, shqiptari i vetëm bartës i 2 brezave të botës WBO, WBO, IBF. Zwei ganz junge Burschen, einmal 18 und 23 Jahre.
Also erstmal hallo zusammen und ich freue mich hier zu sein. Danke auch Spit im Schala für die Einladung und dass auch unsere Junge hier heute boxen darf. Also war wirklich von beiden sehr feine Arbeit. Und wie gesagt, Erdion den trainiere ich auch ich selber. Und seine Kommando wäre jetzt nur mit dem Kondition nur nach oben, also nur zu schießen. Und ich glaube, also er hat auch trotzdem sich sehr gute Gegner präsentiert, aber vielleicht hat er irgendwelche Verletzungen jetzt bekommen und deswegen musste er, aber Respekt. Tetor të vitit 2020, ky zotëri që po e sheni Robin Haxhi Krasniqi kishte nokautuar Dominic Bözel dhe kështu kishte fituar IBO Light Heavyweight. Kjo pra është Erjan Veseli, një fitore e radhës e tij, 18 vjeçar, përshëndetet normalisht edhe nga Stevo Babić, me të vërtet pati një paraqitje jashtëzakonisht të mirë Veseli, i cili gjithmonë paraqitet me plis, edhe pse ka lindur dhe është rritur në Gjermani. Ngjyrat kuqezi janë ato të cilat e shoqërojnë në secilin prej meqeve ku ai bokson. Der habe ich das ehrlich gesagt alles zu verdanken, dieses ganze Training und das ganze Leiden mit mir, aber ich bin euch dankbar. Ja, klar, ein bisschen außer Atem, weil nach so einem auch lange Trainingseinheiten endlich, natürlich ein Kampf kann auch schief gehen, aber trotzdem, wir haben gewonnen. Ich freue mich sehr, das ist der Anfang und ich bedanke mich bei meinen Eltern und auch an alle Zuschauer in Kosovo. Schieb bitte mir, weil der schon gut bekommen, Pra, flet disa fjallë edhe në gjuhën shqipe këtu Erjan Veseli. Wir sind mit Robin Krasniqi und Champion, die Familie Krasniqi, sehr eng befreundet. Aber Robin als Trainer, man kann das gar nicht in Worte beschreiben. Hammer Person, Hammer Boxer. Also einfach wahnsinnig. Është 18 vjeçar Veseli. An den Organisator Spit im Schala für die Möglichkeit, das kämpfen durfte. Und ich hoffe, das Ziel geht weiter mit unserem Trainer und auch viele weitere Siege. Më vjen keq, nuk e kuptoj gjuhën gjermane, por gjithsesi besoj që shumë nga jo miq të Art Motion që mund të na ndiqni edhe përmes të Nimi TV në të gjithë Evropën, e kuptoni ato se çfarë Erjan Veseli po flet aktualisht. Wieder hier in Österreich. Einen kräftigen Applaus. Alles Gute zu deinem zweiten Sieg. Ein Foto gibt's noch natürlich und dann kommen wir schon zu unserem nächsten Kampf. Das wird ein